Situata mes Klodit dhe Elionës ka marrë një kthes të papritur, duke shkaktuar një valë diskutimesh në rrjetet sociale pas akuzave të fundit për tradhti. Eliona, e cila ka qenë në qendër të vëmendjes për marrëdhënien e saj me Klodin, ka bërë një veprim të papritur, duke e hequr atë nga lista e ndjekësve në Instagram. Ky veprim ka ngjallur dyshime dhe spekulime mbi gjendjen e marrëdhënies së tyre, sidomos në këtë periudhë tensioni. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Menaxheri i Elionës gjithashtu reagoi duke postuar një mesazh në Instagram që shumë e interpretuan si një referencë për situatën e krijuar. Kjo ka shtuar edhe më shumë mister rreth marrëdhënies së çiftit. Ndërkohë Klodi ka reaguar në lidhje me situatën, por pa u fokusuar në akuzat për tradhti. Klodi pranoi se kishte pasur disa ditë distancë mes tij dhe Elionës, duke kërkuar që ajo të mos përfshihej në komentet dhe teoritë që qarkullojnë në rrjet. Nuk kam folur sepse nuk e kam parë të nevojshme të arsyetohem për disa ditë distancë, por urrëtia që po shprehet nuk ka vend, sidomos ndaj Elit.